Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Miq të mi, sot është e hënë, data është 20, muaji është i 4, viti 2026, vit që po e lëm pas. Pra kemi shkelur në muajin e 4, gati se jemi në muajin e 5 dhe asnjë ndryshim, qoftë politik, qoftë juridik, qoftë edhe qofte. Sepse ata që është një fjalë e urtë popullore shqipe që thotë fëmijët han kumbulla, të rritërve pihen dhëmbët. Ndërsa në politikën shqiptare po ndodhet e kundërta. Politikën e bërësit han kumbulla, popullatës votuesit të tyre pihen dhëmbët. Dhe të mos e vazhdojmë, mos bëhem shumë i mençur, ka kohë për të treguar se a jam apo nuk jam i mençur. Deri tash, si di bashkia për jam 2 herë është marrë me mua dhe ka thënë se është i mençur. Ju mendoni se nuk jam, është problemi juaj. Por, unë di shumë çka që ju nuk dini. Mirë po di edhe shumë shka që politikën bërësit aktual nuk e di, por mundohen që t'jenë ajo që. Dhe unë them, mos u besoni as njërit të tyre që kanë qenë nga viti 2001 deri tash në pushtet. Qoftë Vlen, qoftë Besa, qoftë BDI, qoftë kushdo qoftë. Mos u besoni, por besojni intuitës suaj. Si ishte e fjala urtë popullore? Njerë më kaloi miu ndër mustaqe, ditën herë. Po pra, dhe. Më ka pëlqyer sot shumë, nuk besoni se sa shumë ka pëlqyer deklarata e Blerim Bexhetit. E Blerim babave, mbas 20 vjetë, mbas ishe ministër, çdo gjë që ishe, 20 vjetë kryesinë e PDSH, e BDI-s, kryetar komune dhe tash e merr guximin. Bravo. Por ka një fjalë urtë, se sot si duket me fjalë të urtë të merrem, ka një fjalë urtë popullore shqipe që thotë asnjëherë nuk është vonë, por për dikë është tepër vonë. Procesin e integrimeve e ka bloku dhe del dhe thot se nëse duhet edhe me dekada do të presë për ndryshime kushtetuese. Në vërtet ne realisht kemi problem serioz ku i ftoj edhe popullatën maqedone, po edhe shqiptarët. Nëse ka nevojë dhe të bisedojmë se si e lexojmë marrëveshjen e Ohrit dhe si e kuptojmë. Do jeni dëshmitar se qëllimi i krejt këtyre veprimeve dhe presioneve politike bëhet për këtë dhe për procesin integrues. Dhe nëse nuk ka dakordsi, shqiptarët kanë të drejtën legjitime që të kërkojnë rregullim të ri shtetëror dhe vetë të përcaktojnë se si dhe ku duhet të jetojnë. Hajde edhe një herë Blerim, këtë e kam pritur unë që 30 e sa vite, apo që nga viti 1981 në demonstratat e studentëve në Prishtinë, se pritshim që edhe kjo do të ndodhte në Maqedoni. Mirë po, njerë miu në kalojnë për musteqe. Ta dëgjëm. Dhe për procesin integrues. Dhe nëse nuk ka dakordsi, shqiptarët kanë të drejtën legjitime. Bravo, tu ke plotësisht të drejtë. Por, Riameti lideri juaj thoshte, ma ofruan në tavolinë ndarjen e Maqedonisë, unë nuk pranova. Po të ma hapni zemrën, e dish këtë deklarat të Blendi Feziu. Që të kërkojnë rregullim të ri shtetëror dhe vetë të përcaktojnë se si dhe ku duhet të jetojnë. Dhe jo të presim këtë veprim destruktiv të Kristianit nga Vllahe në cilësinë e kryeministrit që keq përdor organet shtetërore dhe do të diskrediton në veçanti politikanë shqiptarë. Presioni u bëhet shqiptarëve. Dhe pra tha, u dëq fshati, ama kur u dëq bishti vetë. Dhe kur të zgjedhurit e popullit, ati ku nuk ka bazë dhe ku nuk ka fakte, hajde pronë. Dhe tash, shqiptarët e vlerësojnë se a është presion kontest. Jo, gabimi e shumë, jo shqiptarët, por politikë bërësit, ka dallim ndërmjet shqiptarëve dhe politikë bërësit. Politikë bërësit ishit, u pam, si ishte veni, vidi, vici. Shqiptarët e vlerësojnë se prej përfaqësimit etnik bëhet në përfaqësim etik. Shqiptarët e vlerësojnë dhe reagojnë, dhe nuk është e rasti që shqiptarët po dalin në rrugë dhe protestojnë. Dhe sigurisht që ai kur shkruan letra në NATO të përfaqësuesit ndërkombëtar, Kristian Mickovski, duhet shkruaj se ai nuk respekton marrëveshjen e Ohrit, nuk bën procesin integrues.
A ka perspektiv tjetër përveç këtyre marrëveshjezorit dhe procesit integracionit? Dhe prandaj ripërsëris se shqiptarët kanë të drejtën legjitime të hapin një debat të gjerë ndër shqiptar për rregullim të ri shtetëror dhe vetë të përcaktojnë se si duan dhe ku duan të jetojnë. Bravos. Bravos. E kësaj thuajnë halal të qoftë. Por kush na e thot? Kush na e thot? Kush na e thot? Aman. Dhe për skrydosh bishti atëherë tha u dogjën. U dogjën. U dojq ta fshati. Pse si u dojq bishti vetë? Edhe ky ka përshëndesim me një palë curje deklaratë. Vonë është vlerim, vonë është shumë vonë, vërtet është vonë. Sepse, po të më pyesish mu, dhe po të na pyesish neve të tjerve, ktheni njerë këtë borxhin popullit e pastaj. Ktheni. Kjo është një paralajmërim i diçka e cilën nuk e ha më askush, posaçërisht në Maqedoninë Perëndimore në Pollok. Keni shkupin, bëni çfarë doni. Dhe, kjo vlen edhe për Vlenin. Ata 2 vite, 3 vite në pushtet, ende merren me BDI. BDI është me këngë e kënduar. 22 vite në pushtet, çfarë bëri kur gjë? Bën vetëm para. E tash, hajde të shpëtojmë. Dhe Vleni do të shpëtojë. E dëgjuat, çfarë tha Azir Aliu ministri? Arben Fetaj nuk vjen as mbledhjet e qeverisë. Pse se mbet pa poste, pa parti. Çfarë ka bërë Vleni për 3 vite kohë që ka ndikim apo pushtet? Kur gjë? Kritika nuk ka vlerë nëse nuk shoqërohet me zgjidhje konkrete. Është fakt që për vite me radhë Ministria e Drejtësisë është drejtuar nga figura shqiptare si Lirim Bexheti, Adnan Jashari, Valdet Xhaferi, Bilen Sali dhe Krenar Lloga. Po ashtu, Talat Xhaferi ka pasur rol kyç institucional në periudhë të caktuara, janë të dhëna që mbështesin argumentin se ka pasur mundësi reale për ndryshim. Unë bëhem i mençur. Por këtu ka dy çështje që duhet ndarë. A është përgjegjësia vetëm e një partie e BDI-s? Jo plotësisht, edhe pse Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë pjesë e qeverive për një kohë të gjatë. Ligjet në Maqedoninë kalojnë me kompromis koalicioni. Ata nuk kanë dashur që të prishin koalicionet për shkak të bizneseve. Kjo do të thotë se përgjegjësia shpesh është ndarë, jo vetëm etnike apo partijake. Është legjitime kritika ndaj tyre, po dhe mjaft e fortë. Nëse një çështje si provimi i respondentëve në gjuhën shqipe ka mbetur e pazgjidhur për vite, atëherë është arsyeshme të kërkohet llogari nga ata që kanë pasur pushtet. Tu argumenti që mungoi vullneti është politikisht i fortë, por duhet mbështetur me fakte konkrete, ligje, vendime, tentativa të dështuara. Sa i përket Vlenit, nëse Vlen sot e përdor këtë si akuzë, atëherë pyetja që ngrej unë është e drejtë. Çfarë kanë bërë ata vetë në kohën që kanë ndikim apo pushtet? Kritika nuk ka vlerë nëse nuk shoqërohet me zgjidhje konkrete. Narrativat që BDI ka mashtruar gjithmonë është plotësisht dhe politikisht e fortë, por e thjeshtëson një realitet më kompleks. Megjithatë, dështimi për të siguruar të drejtën për provimin e Shqip mbetet një njollë serioze për gjithë aktorët që kanë qenë në pushtet pa përjashtim. Edhe pse për 5 vite me radhë Ministria e Drejtësisë u drejtua me shqiptar, duke filluar nga Lirim Bexheti, patrioti i vonuar tek Krenar Lloga. Nuk e them unë patrioti i vonuar, e thot Recep Qosja, 5 ministra, 5 mandate. 5 mundësi për të zgjidhur një padrejti të qartë të drejtën së shqiptar për të dhënë provimin e respondencës në gjuhën shqipe. Avokat të popullit, çfarë nuk pati BDI-ja? Dhe prapa asgjë. Bile edhe viceguvernatorin e bankës. Dokumenti në shkruar nga Talat Xhaferi tregon se kjo nuk ishte vetëm neglizhencë, por vendim i vetëdijshëm institucional. Edhe më rënd, ligji kaloi me badende, pra edhe me votat e përfaqësuesve shqiptar. Kjo nuk është çështje propagande, kjo është përgjegjësi konkrete. Por, edhe ata që sot akuzojnë si Vlen nuk mund të mbeten vetëm të fjalë, sepse kritika ka pesh vetëm kur shoqërohet me veprim. 3 vite pushtet. 20 me gjithi, 3 vite pushtet. Dhe del na tregon të të thujnë Gashka, pralla me Tupan në Kosovë. Edhe hiç nuk skuqet. Hiç nuk skuqet. Kur ti nuk skuqesh atë, pse të skuqet të tjerët? Pse të skuqen të tjerët?
Plus, tash, doni popullin të shtini në loj, vlen. Thot, Reqicë e vogël ishte në gjendje paniku kliniku, që është mos e vërtet, sepse Bashkimi Demokratik për Integrim nuk mbron më popullin, për ekskluzivisht mbron kriminalet që i pëlqen Ali Ahmeti. Ku e dëgjua deri tash, dëgjua çfarë tha Bleri Bexheti. Asnjëherë për 20 e sa vite nuk foli në këtë stil. Tash, dhe, BDI thot, dorëheqje më njëhershme i Izzet Meshdit të mos e mbaj peng popullit shqiptar për gabimet e tij personale. Pra, çdo gjë që ka të bëj me interesat personale. Burime kredibile thon nga BDI konfirmojnë se ekonomisti Kristian Moskovski mbani Izzet Meshdin nën prerje nën kontroll të plot përmes një dosje gjyqësore për 320 faqesh, e cila dokumenton shkelje flagrante të ligjit në fushën ndërtesërisë ilegale në Shehir, shkelje që kanë shkaktuar dëm të drejtë në buxhetin komunal në vlerë për 72 milionë euro. Izetve. Unë i besoj BDI-s këtu. E dini pse? Se BDI ka këto informata nga VMRO-ja. Çfarë nuk do të dëgjosh? Ama çfarë nuk do të dëgjosh? Dhe në fund hajtë të paguaj populli. Ja. Pra dhe njerë, nëse populli e ha dhe kësaj radhe pralla e mirë në përmështeqe atëherë nuk ka qenë kodë. Dhe Azir Aliu thot, Arben Fetaj nuk shkon në punë dhe asë në mbledhjet e qeverisë. Ministri i Shëndetësisë, nga radhë të vlen, ka konfirmuar për emision 360 shkallë. Dhe dini pse? Kush dihet i pari, kush dihet i dyti. Ai se ne bëni partinë dhe mbeti. Por besoj se kësaj radhe shqiptarët do dinë të vlerësojnë. Hajde nxirrni një njeri, ndash BDI, ndash vlen, të shohim, nxirrni. I ku e ko enigmatikëve. Me gjysmë fytyre si Ali Ahmeti kur dul si zëdhënës herën e parë, e kështu me radhë. Kokën ullet e poshtë dhe se lexon një libër. Për pak në shkronte në libër abetare. Okej, nuk është okej. Pra, edhe njerë, unë pajtohem plotësisht me Blerin Bexhetin që thotë shqiptarët kanë të drejtë të kërkojnë rregullim të ri shtetëror. Atë nuk u dash lufta të bëhet hiç. Dini sa kanë humbur shqiptarët me qenë për lufta. Përveç njerëzve, përveç dëmeve ekonomike. Ikën të rit krejt nga mospuna e 3-4 njerëzve. Ikonat e BDI-s, Ali Ahmeti, Musa Xhaferi, Artan Grubi, Blerin Bexheti, Talata e kështu me radhë. Mësuan me fëmijë, me këmbë rina dhe u bën. Si nuk skuqet ai Drin Ahmeti thot, nëse të fokusin, nëse Aleksandër i Maqedonisë, Aleksandër i Madh, në moshën 23 vjeçare ka pështuar botën, unë pse mos kes 20 milion euro në moshën 23 vjeçare. Edhe rinë në Amerikë. Hajde. Procesin e integrimeve e ka bloku dhe del dhe thot se nëse duhet edhe me dekada do të presë për ndryshime kushtetuese. Dhe në shtet ne realisht kemi problem serios ku i ftoj edhe popullatën maqedone, po edhe shqiptarën. Nëse ka nevojë dhe të bisedojmë se si e lexojmë marrëveshjen e Ohrit dhe si e kuptojmë. Do jeni dëshmitar se qëllimi i krejt këtyre veprimeve dhe presioneve politike bëhet për këtë dhe për procesin integrues. Dhe nëse nuk ka dakordsi, shqiptarët kanë të drejtën legjitime që të kërkojnë rregullim të ri shtetëror dhe vetë të përcaktojnë se si dhe ku duhet të jetojnë. Dhe jo të presim këtë veprim destruktiv të Kristianit nga vllahe në cilësinë e kryeministrit që keq përdor organ. Po, Mickovski atë e pret, se dhe ai ka të lashe ku i shkuan parad për 3 vite që gjithë e buxhet për 6 miliard eurosh, dhe ku janë? Nuk ka investime 18 miliard euro në Maqedoni. Nuk ka investime kapitale. Ai mezi se pret këtë ti që e thua. Okej, Maqedonia e Veriut paguan miliona euro të shpërblim për aktgjykimin e Strasbourgut në mbikëqyrje janë 31 landë. Paguan. Dhe ato e dini pse, për shkak të gabimeve dhe vendimeve gjithësore. Atëherë ajo është kur politika përzihet. Okej, nuk është okej. Pra, mos e merrni çdo gjë shumë e keqe. Vetëm e keqe është se është fukarallëku na mbyt. Kjo është e keqe. Gjëra tjera, çdo gjë që bëjnë për shfëtuar në të thonë bëthën e vete. Dhe asgjë tjetër. Bile disa tash pas ju kaloi treni
biletën e kanë, ende duhen të shiten edhe patriot. Më interesanti është se Ministresha e Arsimit nuk lëshon thot, edhe njerë do bëjmë një xhiro nëpër grupet e interesuara lidhur me ligjin për arsimin e lartë, pas se cilës ligji do të hyjë në procedurë qeveritare. Ky është ligji më i dëmshëm që ka mund të ndodhë shqiptarëve, dhe do të ndodhë rini rahat, sepse pushteti do provoj deri në fund provokimet e tij. Shoj deri sa është durimi. Mirpo shqiptarët janë bërë të mjengjur në Maqedoni. Nuk do hyjnë në dëshirat muzikore të disa personaliteteve, sepse për ditë më tepër u dalin në shesh turlifar aferash. Nuk është këtu unë ju përshëndes, dëgjojmë nesër mbrëmë. Unë pra jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani.